Atëherë po I marr me radhë, sepse janë masa që I drejtohen edhe aktorëve të ndryshëm në këtë proces, duke filluar nga rritja e garancisë së zbatimit të projekteve arkitekturore përmes përfshirjes detyruese me ligj të arkitektit përgjegjës në procesin e zbatimit të punimeve. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që për shkak se arkitektët janë në një trysni të madhe nga ndërtuesit për të bërë devijime nga projekti I miratuar dhe ndërkohë nuk janë subjekt I ligjit, kemi parë deformime të vazhdueshme në procesin e ndërtimit, duke e kthyer arkitektin në subjekt ligjit dhe duke ngarkuar me përgjegjësinë e ndjekjes së projektit dhe me përgjegjësinë për çdo devijim nga projekti, bëhet e pamundur që çfarëdo lloj presioni nga ana e ndërtuesit të funksionojë mbi arkitektin, pasi në rast se arkitekti I ikën përgjegjësisht që I ngarkon ligji, është ai që paguan pasojat. Po ashtu një tjetër risi është formalizimi I mënyrës njoftimit, duke vendosur rregulla të detajuara për institucionet përgjegjëse dhe autoritetet mbikëqyrëse përpara fillimit të çdo lloji punimi në mënyrë që procesi të jetë I gjithi I gjurmëshëm dhe I dokumentuar, gjë që sot nuk është rasti. Më tutje është përcaktimi I fazave të kontrollit, duke ndarë qartë çdo fazë në periudhën e zbatimit të punimeve me kontroll në kohë të projekteve të miratuara. Edhe ky është një aspekt që ka qaluar shumë deri sot. Më tutje është forcimi I mekanizmave të kontrollit, duke përcaktuar 4 faza të detyrueshme kontrolli nga ana e njësive të vetëqeverisjes vendore. Dhe pastaj vjen detyrimi për dhënien e certifikatës së përdorimit nga autoriteti përgjegjës I zhvillimit të territorit, vetëm pas konfirmimit të aktit të kontrollit e njësia e vetëqeverisë vendore, që përfshin edhe përfundimin sipas lejes ndërtimit të fasadave, rifiniturave dhe sistemit jashtëm në përputhje me projektin arkitektonik të miratuar. Dhe kemi shtuar dhe detyrimin që uji dhe dritat lidhen vetëm pas marrjes së certifikatës përdorimit, sepse e keni parasysh që arsyeja pse njerëzit mbeten pa hipotek është se ndërtuesit nuk respektojnë të gjithë parametrat e lejeve të ndërtimit dhe mbikëqyrja nga ana e bashkive është konstatuar të jetë jashtëzakonisht e dobët, gjë që kthen drejt për drejt në viktim atë që është në fakt, jo vetëm I pafajshëm, por që është edhe I zoti I investimit, qytetari që ka paguar për të pasur një shtëpi. Dhe nga ana tjetër nuk do të lejohet më që në godinat, pallatet, pa certifikat përdorimi të lidhet ujë dhe të lidhen dritat. Nuk do të lejohet më që të merren njerëzit të futen në për apartamente pa u përfunduar
ashtu siç duhet objekti dhe pa u pajisur njerëzit me hipotekën. Futen në apartament dhe janë në shtëpinë që e kanë paguar me të gjitha kursime e tyre, por nuk janë pronar me letra. Një gjë e papranueshme dhe e patolerueshme më tutje. Dhe gjithë kjo pjesë lidhet me procesin ku janë të përfshirë aktorët institucional, që nga arkitekti deri tek Agjencia e Zhvillimit të Territorit apo bashkitë, si edhe vetë agjencitë që garantojnë furnizimin me energji dhe me ujë. Më tutje është një tjetër, ky blok hyn tek ligji për kontrollin e disiplinimin e punimeve të ndërtimit.